Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gjanat e cilat na bëjnë mu kujtue që ka me thanë për juve dhe për vëllezërit dhe motrat tona në vendet trojet tona dhe në diasporën e largët. Sepse një fjalë kur të folish duhet me pas edhe arsyen edhe mbështetjen të arsyes po dhe argumentin. Unë kur e kreva e shkollën e mesme në Damask, kisha kry atje 6 vjet, po dhe këtu kisha bot 2 vjet e sa të hoxha. Dhe më thanë mu më bon shkolla e mesme 9 vjeqare. 9 vjet shkollë të mesme. Alhamdulillah, tash po tham, se s'ka qenë më rëndësi kur e krysh, ka qenë më rëndësi sa dhe të mbledhish dituri. Kur erdha këtu, vitin 79-80, Ramazani, e 79-80-ës, hyna për herë të parë të shtëpia kulturës Saraçhani dhe ndëkët e saj xhamis, ku është Hoxha Imeri tash imam, te teqja qëtë. Ajo xhami e vogël, 6-7, më duket ma shumë sashtë. A mona të zëman s'kishte shumë gjëmata dhe kretë pleq kanë qenë. Unë ma i riu kam sen, shumë pleq, para demonstratave të 81-ës. Mas 81-ës demonstratave ka ndryshue moti në trojet shqiptare. Në hak në dinit islam e kam fjallën. Se na i gjetëm xhamiat këtu të mbyllura në Prizren. Magazin e djegur, jo aktive, të pa më remetuara, të lanë me shumë pasdore, sikur që ka ditë komunizmi mes me na lanë mu zhvillua, e plus edhe me na gjujt me sulmet, sikur që kanë pas zanat, atëherë edhe sot komunistat zdin që tër zanat veç me folë kundra fesë islame. Në 79-ën e bona për Ramazan që aty u knaqëm, xhamia vogël shumë, grumull u bashin, por ilhamdulillah ka qenë koha akoma e nxehtë, nuk ka qenë ftoft. Kalova e myftiju i asaj kohës, Hafez Safeti rahmet shpirti i past, vrejti të unë që kam shkathësi për më folë për David. Kur u bon vitit 80, morin Bejrakliun imam. Edhe në Bejrakliu në ngelsha imam 6 muj. 6 muj bëjsha imam lëk në Bejrakli, 6 muj shpesha në studime në Kairo. 6 muj këtu, 6 atje, 6 atje. Kështu i bona 3 vite në Bejrakli ka 6 muj. 80, 81, 82, 83, 84 në Sinen Pash. Edhe u dallova shumë këtu në Bejrakli, sepse i vetmi që fillova Shqip me folë në hutbe. Atëherë nuk flit kë kushtu Prizren tradit ka qenë turqishta, o gjallarët ati zemanit i zuna disa plequn, kam zënë diku 13 hafezar të vjetër. Nëse se te proj mu jemi përmend me emën, Aziz Afezin, Abdullah Afezin, Adnan Afezin, Maksut Afezin, Ridvan Afezin, Ejup Afezin, Qazim Afezin. I zunën e për xhamiat e vetë, Jakub Afezin. Vrejta që këtu përmes hoxhallarëve, kretë ata turqisht e kënëshin atë, i theshin i fash qitap name i hutbeve për 52 gjumat. Që do u përsëritëshin, që do? I këneshin turqisht, arabisht që ka pas në ta, dikush e folkin e i fjallë në hutbe, dikush hiq, u kënante me zonë, hala i di përmen që ato hutbe të ati zëmanit, shqibëshin ata se në ato mëse u të mësujmë që pjeti ka mësujmë të gachme. Kur fillova unë e Shqip me folë në Bejrakli, në hutbe ka folë Shqip, më zonë. U ba buj. Edhe
filloj Sinan Pasha atë vjet, u bo full. U mush xhamat Sinan Pasha. E kreva atë vjet, viti Ramazani i parë. Tash kur u bon demonstratat, ne ishim në Kairo gjatë studimeve. I përcjellshim prej Kairës demonstratat përmes Radio Prishtinës në lajme. E kapte Radio Prishtina në Kairo, marshim lajmet. Edhe bile më kujtohet si sot 2-3 herë me një shok që e kam, i kemi përësit këngën e Jo s'ke vdek yllkuqja e Kosovës, ganimet me krenaria jonë, që kjo kone e kone. Haxhi Mëqëllare e kënejkë. Dhe në prej atëherit e kemi quë përësit, me në kënue, e kone kongë patriotike, edhin. Dhe që ka me folë, e krytëm kur erdhe unë e mas demonstratave këtu pastaj që erdhëm pushim, edhe Ramazanin e bona, Xhamia Beraklis. Jo mrenda, o borri full, çdo natë. A këtu ju konë policia me qenë Slovent, Kroat, Maqedant, mas demonstratave, për sigurimin tonë, mos pëqohën dikuna një njëna. Na aty bëshim, unë jam i bindun që me siguri ka pas 2000 vetë në Taravi. Këtë o borri full o konë. U bashëm duke të regu ligjerat dersht të bon, atër nëzet verë, edhe Ramazan, edhe kalabaleki, rëmuje madhe, djersa jo vetëm këmisha, po edhe kjo e këmishës jashtë, u bon ke ujtë dalëshëm për aty. Krenarie madhe. Dhe për aty të unë fitova një notë shumë të madhe të populli, që po flet ky hoqë Shqip, po ligjeron Shqip, duan në Voreza po ju spjegoj çka po ju them, se çdo vorrim që e bëjshim edhe atje folshim, ligjerat bëjshim në vorrim atje, edhe dua bëjshim në gjuhën tonë. E kështu me radhë, e fitova një hipotezë shumë të madhe, fitova një eksperiencë të punës për 3-4 vjetë shumë të madhe, pastaj diplomova dhe kry puna, mandaj shërbimin ushtarak, e mandaj erdhi lindi edhe kjo çka të kontriboj për kombin tem, për shqiptarin teme, dashti Zoti Gjellëshan me 2 vllazën, me vllaun ton nga Shkodra, Kopliku i Shkodrës, Burhan Sejt Fili, edhe një vlla tjetër imam nga Peja, Recep Morina, bëjmë dakordimna, bëjmë dakord tret, çka mëjmë me bon për shqiptarin, hapim Radio Kairën. Erdhi ai vllau, ai në Amerikë ka qenë, Burhani Shkodrani, erdhi prej atje hit, vini, thash, me të pare, nesër, për kjo të kalt, të flapt ishim. Edhe e bom që të shka dashti Zoti Gjellëshan. Kjo pas rënjës së komunizmit? Ja, me komunizëm. Gjatë komunizmit? Gjatë komunizmit. Po pastaj qysh reflektoj kjo rënja e komunizmit, me siguri në Shqipëri ka pasë ndikim edhe në Kosovë dhe në pjesën tjetër shqiptare. Po shiko, është një periudhë shumë interesante. Unë po çuditëm pse nuk po i qelin letrat qel me fol. Duhet qel me fol, mos me rre historinë. Se historia rrehet. Për 4-50 vjetë ndryshon. Se mos ta theksesh me kohë të mirë drejt, ajo mos ta i shkon rren. Si për mua, për neve hoxhallarit, nëse nuk shkruan dikush që jam i të pastër për aspektit akuzave që patëm para 14 vjetë, atë neve jesim mas 50 vjetëve hoxhallar tradhtar. Se neve na akuzuan mua për mallkim të LGBT-s edhe për organizim të ushtrisë për Siri. Për çeto më akuzën. Ne para gjyqit dolëm të pastër, ama çka kanë shkruar gazetat kundra neve. Mas neve ka shkruar dhe një gazetë që jam i të pastër. Asnjë. Bile për të thënë drejtën, i marrën mend shifrën e kësaj partisë për drejtën e njeriut, e ka emrin Kelemedania. As ajo sert një herë me thonë,
Atë pastrët dullën, po më rënë do të pastrët jemi në. Hoxhallar me abdes jemi, jo pa abdes, të pastër jemi në. Po këta komunistat që kanë trashëguar për Jugosllavisë në kënina, këta kanë ndikuar keq në çështjen e islamit, të fesë islame. Edhe sot mundohen që ashtu me bo. Mirë, po sot në bërësia islame e Kosovës, edhe e Maqedonisë, edhe Shqipërisë kemi kuadrë, jemi një akademi e madhe, jemi shoqëri e madhe, jemi në këtë drejtim. Apo më kuptesh? Kemi kuadrat nivelit lartë, të argumentume, gjërat janë, të shkrume janë, përkthime, fulli kemi kronotekët tona, mos më thot dikush që shtu në konë. Pse? Komunistët ju thanë, lidhjen e Prizrenit e bon komunistët e kanë bon atë shtëpinë kon lidhja e Prizrenit. Po sa deputet? 128 deputet. Po ku i zërën 4-5 ajo 128 deputet? Pse? Ajo majtë mrena në xhamit Bereklis, me të pash. Po mos të merë notë pozitive xhamia, komunistët, mos të merë këtë me prapavit, keqe, që të u majtë lidhja e Prizrenit. Qitja Bereklis populli, shkon kjo, se din valla, qitja të shtëpizën e vogël, kjo lidhja Prizrenit, ja këtë so majtë lidhja Prizrenit. Kjo në zyrë pushimore e hoxhallarëve që kanë dhënë mësim deri në 47 në qëtë medresin ku është sot. Kurse lidhja Prizrenit në majtë mrena në xhami. Edhe shumica aty në 80% kanë qenë ulema shqiptar, ulema dietar. Predikus të fesë islame, këto im shefi. Blendi para disa mujve në xhami u ul bilem. Po. Edhe ka argumentu, tu tha u majt blendi. U zbuluan ama ato u shpluan vonë, ama që ajo, shiko domi që ka është, prej kur e ke lexuar rrën, deri kur të vjen të shplohet, kush e paguan atë dom, atë periudhë 20, 30, 40, 50 vjeçare. Në 74 neve në kanë dhënë autonomi. Unë se kom ditë edhe 74 unë kam shkuar, 5 në kam shkuar në Damask. Ama 74 në sa vjet jam kanë, në 16 vjeç. E tash, fëmija 5-16 vjeç, adolescencë është ajo, i papjekun. Edhe me pas prindin të shkolluam, e ani knena, nasi kemi pas prindin të shkolluam. 74 të në kërë e kam dhënë, qeveria jonë, e ati Zemanit, 74 s'kanë shku në Shqipëri me lip në ndihmën, se s'kanë profesor kush me dhënë mësim në për shkollat e Kosovës, masi në dha 74 ta me punu Universitetin Gjuhën Shqipe, kështu më radhë. Enveri jo ka dhënë, Enveri i Benilandi jo ka dhënë, Enver Hoxha, këto kom një prej historianëve të Shqipërisë, se këtu hala se kom një asnjë ato folë. Jo ka dhënë 400 profesor. Kuadrat larta 400, që të la me të shpërla mirë për komunizëm. Që ata kur të vinë këtu, ham shkenca që ka i duhet një popullit, një shtetit, një pavarësie, gjysë pavarësie, po edhe komunizëm me shpërla mirë. Zatën në këtë drejtim komunizmit, feja islame ja ka pa sherrin më të madh Karl Marxit, komunizmin. Komunizmi Shqipnin e kalon që të dërejgjës 130 vjetë shtet, hala rrugë s'ka. Diktatura e Enverit. Edhe këtu, kur kanë ardhur ata e kanë dhënë bile, kaj profesori më tha, jo vetëm këto, 400 profesor për Kosovë, po dhe shtyp shkroje. Për me batuar rilindjen, e që në çdo ditë që dele rilindja, ka një faqe me folë kundra fesë islame. Ato mo e zumë, a deri vanu, folke ka një faqe, feja është opium për njerën. Do më thonë, drogë është për njerën. Feja islame, drogë që në ka. E tash si ti thuash fëmijës, pri vëzhlis, qështu. A i qështu mbohat. Kur ti thuash, e për shkujtove. E kur ti thuash fëmijës, shka thonë pejgamberi unë alej salatu e salam, edukimin e fëmijëve në 7 vjetë, mësoja filloja shahadetin, mësoja namazin 10 vjetë, merre me falë namazin e kështu më nejë musliman. Për ne, këto kanë kaluar një periudhë kështu e komunizmit që i ka bo dëm fesë islame. I ka bo dëm në çdo organizat, femna është plu. Në femna të mlume kemi. Merre komunistin më të poshtër që ka Kosova që u plak sot, këshyrja nënën e ka të mbulume.
a njeve. Se juve të arsimit do t'i mi kap këtë punë, mi përtaku e mirë, jo veç me gjujt, nëse lanë femnën, pse s'veli një femnën të mbulume në gjimnaz, ose në fakultet. Kryeministrit Italisë tash i dhanë para 2 vjet, para 2 mujve i thanë, le të më dëgjoni të gjithë o vllazën dhe motra. Ndalo mbulesën, thati në për shkolla në Itali dhe ndalo në për fakultetin në Universitetet e Italisë. U qesha ja, ma shumë i çuditshëm. Unë për mja ndalu aty në tha mas pari do të mja hjek mbulesën Nëna Terezës. Nëna Terezën e kemi mbulesë. Pse me luftu ashtu? Gjanat duhet me kuptu me kap prej dinit, prej imanit. Andaj neve në qiten këtë farë pozit keqe paka shumë, kur për një ishë femna pëse është më shami mësë me lanë shkollë të mesme ose në fakultet, ose mësë me lanë punë. Femna të në përbotu, në Angli, në Amerike, në vendet e ndryshme, janë pilotë me mbulesa. Je shoferit tokës, jo pilot me mbulesë. Këshilltari atom Trumpit është me mbulesë. Ajo është bindja e saj është. Erdhen këtu pas luftës të na policia e Indisë, sigurimit, mu steqet natë, mëlaja, më jekrat natë, mëlaja shallat, lidhem, kërkur shu dhe kërkur. Sa i besime ka ato. Kur hyp ke shkallëve të e shoqit që baneshin, ata 2 elefonda për para, ju bike sesh dhe elefondave mas pari edhe mandej ikin shtëpi. Bindje është ajo. E na kemi të gatume, po u mundohen disa vjeta, ma elhamdulillah, kohëve të fundit, tash çështja e davetit e thirrjes tonë në islam, apo e thirrjes tonë ku kemi kenë, se po thojnë ata ku kemi kenë, që tash që për thot dikush unë krishtian për bon ku jemi konë, ku ke kenë, ti ke kenë në gjahiljet bre. Një ignorancë ke qenë ti. Fe, shikon në trup që ka thot. Vesh trupin shikona, me i ladhamt, në shkurtu musteqit, mashkulli, me pas mjekër, me i prethajt, më rru në rësetër, me ba misionet, më koni pasër në vendin turpshëm, me marrë të ahret, obligative, më ula një her njavët e pa tjetërsushme, gjumaja e ban ndrimin e javës, se të na, me gjumon të na matër sendet, ditën e gjumon, se ditën e gjumon është pushimi muslimanëve, shkën me falë gjumon, shkën me ngu hytbën e imamit, me ngu halin e muslimanëve të shënë, ditën e gjumon një njavët kjo. E tash, mishin e derit e kemi haram. Tash mua dhe dynjaja kanë mu, ka mos haram për e dit. E pata një artikull i ditë, ja u qita unë në Facebook, pse haram, e alkoholin haram, e drogën haram, e vllavrasjen haram, arrogancën ndaj prindve haram, zbulumja femnes haram. Na hujum kemi marrë tur, ta zbulem, veç ta zbulem tim ti na ti dashurohemi botës perëndimore e kemi kret. Ata të na dojnë neve, jo Allah i bëna dasht. Po më thot mua një vajzë e priftit në Zvicër, vajzë e priftit. Tash u bon rahmetli, edhe është varos në varezat e dëshmorëve të që kësë tonë këtu. Elizabeta Paniku, po. Ka vdek. Amin, inshallah. E pranë e fejnë islame. E ka qenë një 5-6 vjetë para me ndërsta me mosh. E ka kontribuar shumë ajo, për që unë kam shkuat ajo shumë në Zvicër. Sa herë kam shku ka prej kurban rahmetli pas shpirti. Oh, mazlumi. Urna motra Elizabeta. Qka kini po, tha marju shqiptarët. Po vi në Ramazan të tje, po vi këni, veç unë tha me shami. Kretë femnët e juja, tha pa shami, të tje pa shami të tje. Të këne pa ambules. Qka i një bon jo, tha kështu. Ka majtë tribuna islama unë me tonë për Kosovë këtu. Po dhe për famir ka jo të regojmë Po, tha të na ka qenë hoxha, mu po më të regon, deri në 58-ën, deri kër kom leo unë, deri në 58-ën, tha, turp ka qenë me
vesh rroba farmerkave në trojet tona, edhe turp ka qenë femna me i dalë, e ashtu që shënë është e figuruar për atë tjerë. A unë po ju thamë për këte, edhe qëta shpe urdhën e këtë farë studien që po inqizon Jenos Dervishi që po e manë këto mundimet tona, dhe këto Allahu është për bleft. Ferdinandi II kërë më vra, mreti i Austro-Hungarisë, këshirën në përcjellje gratë oficerëve që kanë shku Kreta me peqe. Se mbulesa është të kretë fejt, nështë të krishtiant, nështë të jahudit, nështë të muslimant. Këshirën edhe ato, turp ka qenë oficeri me pa agriu në oficeri tjetër. E këtu komunizmi erdhi, i bani qëto të lovine anë i knine, por inshallah u ta'ala çdo kush, se çdo kush jam i bërë që kemi me dhënë llogari për Allahu xhaleshanuhu për vlerat e tia familjare, edukative, familjare, për vlerat e dinit islam. E lusim Allahun xhaleshanuhu të na mbarsoj ka rruga e drejtë, ja, dhe e lusim Allahun xhaleshanuhu që ky popull të vllaznohet, të jetë përçahet, të bashkohet, të jetë suptohet, edhe të gjithë të i kthemi rrugës e Allahut subhanahu wa ta'ala, aty e gjejmë shpëtimin. Wa sallallahu ala sayidina wa nabina Muhammad wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.